Tani ke përfunduar edhe masterin, apo vetëm? Jo, vetëm... Vetëm bachelor. Po pas përfundimeve, me qka po merresh tani? Tani, përveç punës që e kamën, mirëna vetëm me art. E kam një dhomë teme, paka shumë që e quj atelier, ato e kam si meditim për veti, sa që pikturoj, e gjej veten aty mas mirë, vetëm qoj melodi qeta edhe... Pse unë të gjeta ty tek hamburgerat? Pse nuk je, po aty punon, po ideja është pse punon edhe aty e nuk punon vetëm në pikturë. E kuptoj, me art, fatkesisht në Kosovë është shumë probleme në bjetuan, pa posa dhe një punë dytën, unë kur më fillu me punu edhe me studiu tjetën kuën. Bërë dhe ata punëtur që ishen ato që dishin që ishin visar, po mund është edhe me punu edhe me studiu. Edhe shqyshur zutit, i kam notat, i kom post notat shumë të mirë, edhe ortin e kom do shumë. Kur i baraz peshesa, dyat, ortin edhe punën po besi që mu isha mja dorë, edhe pse nëse nuk muj njërini kur kam e mujtë, edhe studimet i kum pagu vetë, edhe gjdo se ne kum arrit vetë, me thonë. Në më thonë, gjithë shka e ke bo vetë. Të shojnë me një sy pak kështu, s'po thamë për qmues, kur ti punon edhe të hamburgerat e në anën tjetër i artist. Nëse më shojnë si për qmus, nuk është se mirë në forë, se unë thjesht... Para gjykimet nuk bëjnë përshtypje. Absolut. Unë rëzor nëse kisha pos mundësi me jetu veç me art, unë nuk isha bo, po isha fokusu 100% të orti. Po edhe me punu, edhe me bo art mirë, këto gjithë kushin ashta nuk mundet me bojnë, kështë që po harimi e mojtë dyat. Tani, pyetja em është, me këto piktura, me këtë lloj arti, si nuk po mundesh me jetu në Kosovë? Është problem tek shitja, po thëmë, i ordit. A nuk mund të shesësh jashtë, nuk ke shikuar rrugë jashtë, ku e di, që ta komercializosh këtë artin të? Edhe kjo është dëshira e me resol, me të regu drejt, sa orte dikon jashtë vlerësohet shumë a shumë, bile kur ishe qmimet e joshtit me qmimet e mija, unë vjen shumë mërzi, unë vjen me të regu drejten. Po, problem është shumë është me gjithë. Në intervistat e pora, kur kum fillu, kum bo shqitje në Amerikë, në Gjermani, Zvicër, edhe posha qëfar përfitimi është... Tek shqiptarët? Tek shqiptarët. Dhe së interesant, bile orti ka shku para meje. Në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani është orti, unë halos si kum vizitu aty vene. Pra ti, piktura që janë shqit jashtë? Po, kam. Janë një rrjetet sociale... E pojnë të vetën të ndimojnë. Janë një rrugë, janë një mundësi shumë e madhe, tregun e kitë përgjithshëm. Je duke punuar në këtë drejtim? Po, në gjithë rrjetet sociale temin i promovoj ortin edhe mundun as sa ma shumë me knaqë edhe me bin klientin me morë një art temin, një piktur temin. Shet gjdo muaj, sa arrin? Shqitjen e fundit e kumbon në muajin e shetë Ramazanit, me të regu drejt. Njëherë për njëherë jam bisedimi me dy, një është... Paka shumë jena të diskutu, paka shumë qa po të me pikturu ose diçka, po një për herë jam bisedime me një dy persona, dorë zote bërë. Ke shumë piktura si fond që mund shitën tani për shumë? Dikun kam një 17-18 që i kam të atelia ime, që janë gatshme për më shit, po.